Bebe Rexha ka zbuluar një nga netët më të çmendura dhe inspiruese të karrierës së saj. Këngëtarja, e nominuar 4 herë për Grammy, ka treguar se një përvojë e papritur në një klub natë në Tokyo e frymëzoi për këngën e saj më të fundit, Tokyo. Në një intervistë për Page Seeds, Bebe rrëfeu se gjithçka ndodhi një ditë pas Halloweenit, kur po festonte me miq në klub. Ndërsa ishte ulur pranë kabinës së dijit, një vajzë japoneze ju afrua dhe nisën të vallëzonin pranë njëra tjetrës. Pastaj ajo thjesht filloi të më pufte, tha Bebe, duke e përshkruar momentin si një nga më të bukurit që kishte përjetuar. Ky episod, plot emocione dhe adrenalina e natës, shërbeu si frymëzim për vargun e njohur të këngës, Iki Set Agirlin Tokyo. Artistja pranoi se nuk mbajti kontakt me vajzën misterioze për shkak të atmosferës festive dhe dejes, por shtoi me humor se nuk do të thoshte kurrë jo në të ardhmen. Ky episod tregon se si përvoja spontane dhe magjia e natës mund të krijojë art që flitet dhe dëgjohet nga gjithë bota.